vazhdojmë të gatuajmë, vazhdojmë të sjellim me shumë kënaqësi receta për ju, sapo kemi përgatitur këmbkuqen e qeparojit e vendosur për t'u pjekur. Këtë e përmend dhe ritheksoj për anvisat të cilat sapo janë bashkuar, se mund të ketë disa prej tyre që kanë ardhur në shtëpi, kanë ndezur ekranin e Report Televizion, Emi Reze Dielli, po vazhdojmë me recetën e dytë. Të tregoj fillimisht produktet e orizit, kemi sërish në furr, po, është oriz. Me furra sot, po, është nxehtë. Po me ngjyra prap. Me ngjyra. Oriz me ngjyra. E shoh pak recetën së bashku. Unë do t'ja u lexoj njëherë se çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj tave me oriz dhe me perime padyshim. Kemi dhe pak prosciutto nga i saj, për t'i dhënë atë shijen dhe lezetin recetës. Oriz i pjekur në furr me një gotë oriz ose 250 gram oriz, të cilin e kemi zier, 100 gram bizele, një karoc të grirë, 150 gram prosciutto ose salam, 150 gram djath i fort, 2 vezë, 2 lugë gjelle djath parmigiano, krip dhe piper, pak majdanoz, vaj ulliri ose gjalp që do të na shërbej për të lyer tepsin. Pra, një recet e shpejtë edhe kjo, paraprakisht e vetmja gjë që duhet të bëni është të zieni orizin. Gjyq unë e kam zier dhe zierja bëhet në ujë të ftohtë, është një tjetër mënyrë, në ujë të ftohtë shtoni orizin dhe të bëhet avash. Të shikoni që është një oriz jo ngjitës. Dhe zierja duhet të jetë jo derisa të bëhet llaç, sepse s'ka se çfarë i bën pastaj. Të jetë kështu e veçuar kokra. Unë tu e kam pa vaj fare. Nëse ju dëshironi që ta mbani në frigorifer, normalisht kalojeni pak vaj jo që të mbaj erë, jo vaj aromatik, dhe e keni të paktën në 3 ditë, në 4 ditë, se nuk duhet edhe më tepër. Këtu, siç janë gjitha përbërësit, që i lexoj dhe Niki, dhe unë s'kam se t'i them se është e tepërt, do të marr vetëm majdanozin. Një gjetje, japin shumë freski. Po, aty do të, ja. Se këtu, si kur i fshejim, se ne jemi krenarë që i kemi edukuar sa do pak anvisat, kujtuar atyre që këto bim nuk duhet të mungojnë asnjëherë nga tryeza. Largoj majdanozin dhe shtoj direkt vezët. Duhet patjetër që të lidhen mirë vezët me njëra tjetrën. Opa, se më pëlqen që direkt i kem gjërat në rregull. Shtoj tek veza pakës vaj. Unë për shumë nuk kam më tepër oriz. Sepse desha që të bëj një masë për të gjithë këtu. Pra recetat ju i keni, përbërësit ju i keni, gramaturat i keni në gram ose në filxhan. I kam kthyer në filxhan përse? Sepse shumica e anvisave kanë shkruar që i duam të jenë në filxhan. Edhe prandaj dhe unë i kam kthyer në filxhan ose në gota. Po. Tek masa e vezës do shtoj Kripën, piperin, një përzierje, do të shtoj karotën që kam ngrirë në rende. Largojmë. Shtoj, se nuk po duhet më teli. Do të shtoj majdanozin. Një lugë. Edhe bizele. Bizelet i kam parazier, pak fare. Aty ku kam zier orizin, kam vënë një sitë vogël dhe kam vënë orizin. Pra, një kosisht. Normalisht, mund të keni bizele, mund të keni dhe misër. Prosciuton, ju e keni më pak. Ju tashmë e dini që unë kam atë bebin e madhë. Ja, për që këtë marrë beben time. Kemi plot dhe të shporta që tregon produktet e larmishme. Shifeni pak tasin, ka ngjyra të bukura, që kombinohen mirë me njëra tjetrën, sepse në radhë parë duhet na hajsyri ngjyrat
e të na japi një kënaqësi, edhe nga ajo kënaqësi pastaj të formohet dhe të shijohet receta. Shtoj prosciutën që unë e kam në masë më të madhe, Më pëlqen të them vazhdimisht gjërat opsionale, sepse kur themi opsionale, ju nuk keni një produkt në shtëpi dhe e zëvendësoni. Ju keni djath, mund të keni djathin e fortë, mund të keni djathin e butë. Po kur ju, si puna ime, që mund të gatuani, mund të keni edhe djathin e bardhë, që është djathi i fortë që unë kam përdorur. Djathi i butë, vendosin në kuba ose të tillë. Jo më kot, ne themi që është ai revolucioni i frigoriferit. Pra çfarë un kam në shtëpi, jo çfarë un kam në shtëpi dhe lë atë dhe shkoj blej tjetrën. Absolutisht. Në këtë emision e kemi ngritur në këtë bazë. Po. Pra, shif, kam këtë masën e shpesher riciklojmë, shpesher krijojmë, shpesher dalim nga ajo receta bazë. E rëndësishme është që ne ta bëjmë këtë punë me shumë përkushtim dhe me shumë dashuri. Shtoj masën e orizit. Të gjithë masën do ta shtoj unë. Mos e shtoj një të gjithë masën, mund na duhet për ndonjë gjë më vonë. Mund do ta shtoj të gjithë masën. E di unë ty të krijohet pastaj lëre. Mirë. Lëre, se e di që do të krijohet një recetë. Ja për shembull atë proj pak oriz, çfarë ta bëjmë ne tani? Do mendojmë që ta zëndësojmë në një recetë tjetër. Sultiash, e tha çuni, e mirë. Ja, pra, kur themi hani me ngjyra, hani ylberin. Shumë mirë sallatë, Shumë mirë është edhe sallatë. Po, si sallatë kështu për shembull. Vetëm se ka vezët dhe në rastin që... Po, vezën nuk e përdorim. Vezën shumë mirë mund ta merrni dhe mund ta kaloni në tigan. Se më thonë nga regjia, moj qaj ke këto ylberin hani, do të posë se mos thua ta kaloni. Jo, vetëm është metaforikisht. Jo, nuk bëjmë ylberi. Që recetat tona tryeza jonë duhet jetë plot me ngjyra, kjo është e rëndësishme. Mos e realizojmë një ditë, ditën tjetër të kemi parasysh që djata tryeza të ketë ngjyra, të ketë domaten, të ketë kastravecin, specin, bizelen, karotën, sa më shumë perime dhe fruta, kjo është ideja. Kjo është dhe unë prandaj e përmend her pas here në program hani ylberin me qëllimin që ne të sensibilizohemi të kemi sa më shumë ngjyra. Kur ka sa më shumë ngjyra, ka sa më shumë vlera, sa më shumë vitamina dhe ne nuk kemi deficiencë në nutrient, sepse ka sot një numër të madh fëmijësh edhe të rriturish që vuajnë nga mungesa e nutrientëve dhe nuk e kuptojmë se çfarë kemi. Për shembull, ndjem shpesh atë lodhjen kronike, që themi, po hëngra, mirë hëngra, unë gopa unë. Po s'ke marrë vlerat e duhura. Të mungon ylberi në xhep. Haki Sërmilli ka shkruar një libër sikur të isha djalë. Dhe normalisht është shkruar në kohë lufte, patjetër, është shkruar në kohë lufte. Një nga veprat më të mira. E lexojmë të gjithë edhe por kur nuk e thoshim sikur të isha djalë. Për të vetmen arsye dhe asnjëherë në jetën time unë nuk kam thënë sikur të isha djalë. Faleminderit Zot që nëna më ka bërë femër. Sepse lumturia dhe gjithçka, begatia, popullimi fillon nga femra. Që kështu, të jesh femër nuk është e lehtë, nuk është e pakët. Po, dhe është gjëja më e bukur në botë. Kam tani këtë mas, i shtoj ra ylberi poshtë këtu. Po. Jo mu i sra, që mesazhi është dhënë, mesazhi u kuptua. Tani këtë gjithë të masë do ta vendosim në tepsi. Të gjithë të masën unë do ta shtoj këtu. Dëshironi djath, por besoj besoj që mos të shtoj, sepse do m'dali këmkuqa me djath, edhe do m'dalin shijet e njëjta. Gjë që unë... Me qënë se i kemi të dyja në një tryezë. Po, nëse keni tumtek, është ajo tumtek, duhet vetëm... sot më ka ardhur motra sot. Më sa mirë. Po, ka ardhur motra sot. Sot, recetat vjojnë nga studio në shtëpi. Janë me shumë dashuri. Apo do të nxjerrësh jashtë në restorant? Në shtëpi apo në restorant? Po të them restorant, do të po pse një Albana ti gatuan vetë. Mirë, mere lugën. Më kap mat, më kap. Jo një herë, po 2 herë mat më kap. Jo, ato e dim ne, po është edhe ajo kënaqësia dhe nderi që i bën. Tani e di vetë atë nivelimi, se e ke marak vetë atë. Po. Më thuaj sa të ngjeshur e do këtu? Një ngjeshje të duhur. Sa do qëndroj në furrë, do shkri djathi, do... Po. Sepse janë të bëra, gjithçka është e bërë vetë, është mpiksja
dhe lidhja e mirë e orizit bashkë me masën, ja. Kjo është, do një ndjeshje shumë të mirë, të dur, të lumshin duart, të lumshin duart o mami blu, e marrë dhe direkt në furrë. Gradën e kemi.